Për Edi Ramën ardha e Shqipërisë është si një Dubai në mes të Evropës. Në Dubai ka vetëm turizëm elitar, t'jeni të bindur. Është një vend me kulla, me rezorte luksoze, makina e me jahte, që shërbejnë për të pastruar parat e punës së ndershme, apo jo. Veçse Shqipëria dallon nga Dubai në dy aspekte thelbësore. E para, Dubai ndodhet në mes shkretirës, ndërsa Shqipëria ndodhet në kryqëzimin e rrugëve detajet mes dheut. E dyta, nuk e din nëse e dini, por 92% e rezidentëve në Dubai janë shtetas të huaj, janë nga ata turistët elitar, dhe ca të tjerë kamarierë, kuzhinierë, pastrues nevojtorës, edhe këta të huaj. Vetëm 8 deri në 10% janë rezident vendas nga Emiratet. Ndërsa në Shqipëri ka ende shqiptar, me shpresën dhe vullnetin për të ndërtuar një Shqipëri ndryshe nga ky vizion distopik i Edi Ramës. Padyshim se ka dhe nga ata që janë duke më dëgjuar që imagjinojnë veten e tyre pikërisht ai 8% i pronarëve të kullave, por unë po flas për ata me tru në kokë e me këmbë në tokë.